me luk në brez, mbështetet nga Rum Bumbu, Albanian Chef Association dhe Porsche Albania. Në fillim ishte fjala. Jo. Në fillim ishte mendimi. Në fillim ishte një ide. Një ide e keqe ndoshta. Totkë! Ej, mo pse i flet kështu, bre, pse i flet kështu? Po praktikohem, me theksin po gradecar. Se ca kam po. Totkë lali. Totkë është në fakt. Toti do hash ndonjë? Do ani në gjo. Paçe. Do hash paçe? Atë një përpres. Ço bën me ato, më burr? Ma bëj paçe ta. Nuk bëhet fjalë. Sa për jo unë jam algjerin vëlla. Ekuadorian. Nuk ekuadorian. E pak më të vogël ti. Mirë, po e lë diku këtu poshtë. Po na jepën që për pirë ndot. Na u sala ringu. Shoferi apo? Shoferi do ra. Po jo rumo burr. Shoferi do ra ti që të eci me shpejtësi. Jo, pini ju atëre. Çka ke? Rume ke? A pra. Po pini ju, pini ju. Okej. Po jo, unë doja në çikuj në fakt. Zuar shëndet të mira. Me banane, që edhe këtë. Si mund të mirë ti që e po gradicari Jo, duhet që piqe me mëngjes, po këtë duhet tjetri jeti përzima, nga lezha, domethënë nuk e kuptoj se si mund të... Jo, unë... Ju sikur pini ju ndot s'ka lezha? Aha. E pini keni qef dhe ju, si po gradeci shquhet më duket. Gradeci sigurisht që Po po. gradeci është... Po është ftohtë. Është ftohtë. Është ftohtë. Po. Kështu mendojnë njerëzit që nuk janë nga Pogradeci dhe Korça që flasin, Pogradecare dhe Korçar. Fllaj. Çfarë bej, nuk kushtas, asnjë nuk flet me Unë vërtet. sa herë kam shkuar koç Pogradec, nuk ka rast që mos u ngatrojnë vllai. Ashtu mendojnë që e Korçar? Po. Menova se... Unë qajo. Menova se... Be, dhe E mo çbani, mirini. Të. Jemi në Super League, ej. Ndalesa e parë ishte te SPA. All Laci Boys. All Laci. Ora ke menduar lokacion ku të shkojmë? A kam Boll menduar. pi vetë përse për vitë me E disa e kam listën apo jo. Varet meteorore të Celsius. Mozaikët e Linit. Aha. Guri Kamjes, qa s'ka shoku. Ura e Golikut, kisha e Shën Marenës. O plak, jemi 2 ditë po Gradec. Po të ull, do shkojme. Tushe mish. Tushe mish. Ime të ull, Po. Po të Kozhan, kisha e Shëmbitrit ose Dhimitrit. Palafitet më të vitra në Europë. 6.000. Rrugës Shevndoci insistoi të ndalonin për furnizim autokton në Labinot Fush. Atëherë. Do të si të kam. Mirë. Si jeni, se kanë shkuar punën? Mirë. Gëzohem. Këto dyja do i marrim. Shevndoci mundi vendosni këtu. Që do atë? Të lutem. Që do atë, ma përse do marrim shumë qana. Wow. Wow. Do i marrim këto dyja, do bëjmë një sallatë, super. Vetëm 2 do të marrësh. Po, Sigurisht nga Korça për Po, favor. 3. Janë të forta. Ta limonat janë special, janë zonës ta. Okej. Zonës edhe shumë të mirë. E pra. Të shkuar drejt. Atëherë, Si bëjmë së marrë nga Pogradecit. Ta janë super limonat. Kjo është super sport. që dilim duhet. Hajde, unë po shërbej kështu. Shef, qa kemi këtu? Doja vetë shkurtër. S'ka gja më të mirë se këto. Përdata japonezë. Thellës japoneze? Ua. Pse thellës japoneze i thon shkurtës? E mo, se diti? Se di. Masu në që Kami që Se nuk të mjafton sport, a ndot? shumë delikat je. Jo, për në Si vet japonezët. Marrim ca kokë. Po, E këta limonat janë ta super. koqe.
Apo s'mund ta them me fjalën koqe. Patatinat e vendit. Patatinat. Të labinotit. Okej. Tjetër? Çfarë duhet tjetër? Nuk e di, unë jam thjesht djalë i shportës. Atëherë, Rigoni është fiksimi. rozmarin. Nuk është regoni, është rozmarin. Jo, Po këto hudhrat dhe këto të vendit janë. Kjo duket që është kineze, nuk Jo, bie. jo, s'është e vendit. Rudi si duket një. Është perfekt. Shiko diferencën e hudhrës Ajo huaj me nga hudhrën Vogël. shqiptare. Ajo është hudhër. Kjo është nga ajo që të ngjit duart vëlla. Të vendit dona, ha? Po, po. Me rregulli, jemi gati, jemi i vonë. Do t'i lejmë tani se kishim disa për Ikëm. Po plak naha e bukur plak se tash e gati kaloj me ngjesi. Prap ha aty. Po që i banane hangra më burr. Një kile. Një ar. banane. Jesi, di ndonjë vend tani këtu në Librash? Është kështu që ndalojnë fogonat, kështu që ndaloja unë për shkak. super. Ka një student i pafajshëm. Aty ku ka njerëz gatuhet mirë, besoj. Okej, me formulën shqiptare, ku ka makina, ndalojmë apo jo? Aba. Po ka më shumë njerëz. U të shihni makina. Afër kemi Am në Librash. i pilaf, Kena shku. speciale. Ak, karavide. Doca deti, si në Librash, no. Ore, e ke vënë gjitha shefat modern. Se ka Kanë një gjuk shumë të, Po. Kam një pashe speciale. Po të mulsifikuar. Speciale. Është E mulsifikuar. Speciale janë pra, speciale kur kanë aromën, shijen, Është kur kanë aromë, kanë Është diçka. Do, teksturën. speciale e bën vetëm zemra. Zemra se kam mikrofon. O Librash di bukur, si është? Apo është për? Çfarë do marrë Yes, zoti Librash? Unë vetëm pilaf, ju paçe pilaf. Ti ndodhu? Po pse vendosi paçë pilaf? Ne do t'i provojmë gjitha. Të Tash gjitha? mëngjes, Pse sa? Eskallo. do që hamë për mëngjes. Pse nuk ha paçe ti? Unë paçe na vetëm po gradeske. Është paçe më mirë 10 krenarma, kështu mendon ti. Në botën tënde, në botën e Pogradecit. në botën ideale, që është Pogradeci domethënë. Jo, s'bet fjalë. S'ke provuar paçen e Delvinës për shkak. Gjithsesi çfarë do marrë? Atëherë pilaf mendoj unë i dopje pra. Dopje pilaf ti? Po. Ja. Po pse më se vetëm një banane hangër. Deli. Edhe garson. Deli. Tipik si shqiptarët edhe kryn kokën, mos i e thran. Po vanga kapuçi nuk e ke ide sa ke. Çfarë kemi për ndërtim? Paça karmine, sup, paça plance, Kurmina, Paçe kërmilli. karmine. kurmina Formina me është francezë është filloj. Paça koka, sup ullë, tas e patë, mish në lejë, kafë kose, mish patatë, mish atëherë Një menu e pasur. Një menu e pasur. Paçe kokës. Lek. Lek këtu. Është kështu ekstra, po. Lënë si lek këtu. Edhe aty. Koka ishte ekstra. Si e pas ka bërë, si në Pogradec e pas ka bërë. Bo. Ma mirë se Pogradec duket. Tenuata. A lezet. Qa do doj ere që tjetër atë plëncës. Qa kemo, pse? Ky po ha salsë. Ha. Super. Shumë mjellë. E mo. Si shumë mirë. Ka i qikë mjellë me shumë të shduhet. Po pse mos Pogradec si e bëni, pa mjell? Ondoci në recetën tënde më të mirë, mund ta konkurosh një tas kebab. Mundesh me konkuru për shije, po s'mundesh me konkuru për nostalgji. Është vështirë. As për njëra, as për tjetër në themun. Shiko, mund ta quajmë për shembull raportin cilësi çmim Të drejtë. nota 10. Po. Po. Po sigurisht. To, sa theti 8.000 vend? 8000 vend gjitha. Keni Ja, marrë është fatura këtu 7.900. spektakël. Sa delikat që ishte. O, sot sa mira unë. Ne vazhdo të prisit buskuqi. Përfundimisht këto janë receta që kanë rezistuar shekujve dhe jo më kot. Inshallah nuk ikin kot. Fasulja besoj ka qenë gjithmonë me ne, nuk e se ne ka sjellë një turk në nga këto gjëra, ti çka se Fasulja- paçën e kanë sjellë për shemb. Fasulja ka ardhur nga Amerika, Indigjenë edhe për herë të parë. Andep. kështu që duhet të ketë paktën 5-6 shekuj. Fasulja nuk është autoktone.
pra, kush e ka Pse kena harë këtë shumë? Kanë sjell zbuluesit e parë të Amerikës, spanjoll, portugez vjet kanë qenë. Po. Parë që kanë futur. Mbërriti edhe këte nga ne. Po sigurisht se Perandieri Osmane pastaj tregtonte në tërësi. Mundemi dashur? Kjo ishte qërasje nga lokali më duket. Edhe emri Kashkavall për shembull që e quajmë është Kaçokavalli, është Di. Po, po. djathi që mbanin rrotat e djathit Kashkavallit i mbanin në përkuaj. E quaj djathi kuajve. Turqit e bën Kaçkavall, e shkurtuan dhe ne na ngeli si turqit, po praktikisht është E habishme se turku na kalon. S'para lale shumë. ja Allah se Ja, edhe kjo. Fakt. Eta kebabi. Dini se morëve shpe kishe dhërat në shminë. Disa pjata të tjera. Me pjatat jemi më mirë, se me dijen. Mirë jemi. Po, mund të kishte bërë në një rrugë në një ur, po. Ara, ha turshia me Po kukurecin ama. E mos se unë kam përshtypjen që thjesht turku na ka bërë që të riemërtojmë ca pjata që kishim gjatë tonave. Fakt po, se dyshoj që këtë dashurim për mishin, si i thon italianët, nga këmbat e kokat na i kenë sjell ata. Sigurisht. Se ka qenë me zdheut ajo të shfrytzuarit që te koka deri te këmbët e kafshës, e ka Roma, e ka gjithë. Edhe pak histori, ë. Aq më tepër që kultura shqiptare është shumë blegtore, kështu që edhe Unë mendoj është që në ne kemi- antikitetin e saj. Në fakt për ilirët, gjërat e para që janë shkruar ato kanë qenë. Ishin barinj të pikërisht. zotët edhe. Pikërisht edhe arti që kemi dhe folku që kemi është baritor po them. Po. Kështu që si mund të jetë importuar nga turku konsumi i mishit ose përpunimi i mishit. Jo. Thjesht besoj se në periudhën osmane thjesht na i emërtuam Ju sipas vënë emra, mënyrës sa tyre. Gjithë ata që na ndjekin nga emigracioni e kuptojnë çdo thotë. E disa Jemi ende të zili- pa kompromentuar. E disa zili mund ta kenë këto momente. Jemi ende të pa kompromentuar nga Johan. Por do t'i Jemi vonë. Do t'i çuknaqim. Ikim se Vamos ale. i bukur Hipokrates na pret. Paguaj ti ndosë këto. Okej. Po, se Rudi i bleu shportën. Unë paguaj Hipokrates. Por edhe pse vonë, Denisi vendosi të na bënte pak nostalgjik. E ai dashurin drejt. Madje edhe me pak njoll. Ai të tregoj një tjetër, ndoshta është më pas. Ishte zona. Plago, shiko, 90% njerëzve sot nuk mund ta bëjnë këtë. Si ja bënin më parë më. Sot njerëzit shkojnë palestër. Çat merri. Kjo quhet Duhet mbash, duhet mbash këtu. Ua, shiko si po e rrjep zonja aty, shkoj. Hajde kam çika aty që po e rrjep zonja. Më kujton fëmijërinë që i ripin shpejt e shpejt. Me sa ka shku kili e gjelit si vjeton nën? Të gjithin. 50 i gjithi. Po. Një. Pavarësisht peshës. Ne më i kanë marrë në mënyrë miqësore, daj gjithë. 50.000 lekë. Po pula? Edhe pula aq. Unë të marrë pak më lirë. Pak më lirë pula. E kupton që ka akoma misogjini vëlla? Ka akoma seksizëm? Po mirë, pak në shu, 50. Si punë e prostitucion. Nga që është më vogël pula, është elegante gjithmonë. Ja dhe ndose që është një adhurues i femrave, i gjinisë të bukur, i seksit të domë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Punë e mbar. Teksa e sheh liqenin, se ke as pak të vështirë të kuptosh se pse janë dedikuar këngë, poezi, piktura e madje letra si ajo e kolonelit francez André Ordioni, i cili ja dërgonte vajzës së tij 100 vjet më parë. E dashur Monique, këtij liqeni të bukur ja fal faktin që nuk është një liqen francez, për shkak të kthjelltësisë së ujrave të tij dhe se është një vend unik, me rrethina të virgjra, me troftat e bukura që nuk i kam parë askund. Çfarë do të ishte për Francën sikur ky liqen të ishte në Morvan apo në masivet qendrore. Besoj se Parisi do të bënte një kanalizim prej argjendi për të sjell ujin e tij në kryeqytet. Madje, siç bënin romakët në kohën e lavdisë së tyre, do të meritonte të kishte një tempull. Tempullin e ujrave. Mirë, shiko, këtë është gjëja interesante. Ndoci. Unë do që kemi ardhur me Ndoci Papogradetin, më burr, jo me Është kjo Vrapogradetin. pjesa e bukur këtu. E shikon këtë? Ti a dini se e kam pasion me gjujtën? Në botë. Është kjo. Ku gjun zakonisht blok? Lere më burr. Hey! E, shumë i bukur. Shumë i bukur kush? Po gradec. Lere, mamam se e mbush shejtani, lere. E. Ke qenë. Dago, shikojeni më mu.
Është spektakël. Xhevair. Ti mendon që është fshati më i bukur? Fshati më i bukur në Europë, në botë, nuk e di. Kur e shkruar aman për linje për Progradecin këtu. Më qafsh, më tregoj një dokument që dikush e ka vizituar. Ne pas gati. 2 bredharak në Shqipëri, ose 2 vagabond në Shqipëri, në 1925-ën. Ku që aty maskara? Mbyll e gojë. Ama tani, s'qenë nga kuqi. Keni problem me ta, me këtë? Kuqi? Dëgjoni tani, me që a është folur apo të është folur. Të lutem largohu mande. Si le qeni Pogradec? Ambre, am. Ona jengës. Pogradeci si qytet në anë të liçenit me në 25 kjo. Nuk ishte fare gjallëri. Ndërtesat qeveritare ishin prej tulle të papunuar, ndërsa rrugët as pak piktoreske ishin me një rrjedh uji që përfundonte në qendër të rrugës kryesore, në mes të pazarit të vogël ku kafepirësi dhe bixhozgjinjtë e përjetshën të letrave tavlës, uleshin në karriget e tyre deri në mbazitë e vonë sepse lagështia në rritje i mbante mizat larg. Mirë këto historinë. Shumë, Pogradeci. Këto historinë të po Koranin ko do gjejmë va. Po, një shmabeti Koran, hajde ikim va. Hajde. Ikim se jemi vonë për Koran. Hajde. Hajde, më vetëm teori do të bësh gjithë ditën. Okej, Korani. Rreth 100 vjet më parë, 2 udhëtar kaluan nga këtu. Po hym në të njëjtën mënyrë si ata. Fillimisht natyra, liqeni, pemët, qetësia. Pastaj ngadalë shfaqet qyteti, jo i zhurmshëm, jo i nxituar, thjesht jeton me ritmin e vet. Pogradeci nuk bërtet. Ai pret që ta vresh. Dhe kur e bën, është vonë, sepse je brenda ti. Eksaktësisht brenda markatës. Vendin që mund të njohësh vërtet shpirtin e një qyteti. E pa u njohur mirë me shpirtin, u njohëm mirë me sfidën. Është sfida pa jemi ne. Erdhë. Urdhëra me qenë se lexon më mirë. Be zjata dorën. Lexon si nga Pogradeci. Zarf më të lodhur që mund të qenë në produksion. Çka keni bërë me atë zarfin mirë? Asin lek, mbahen dot. Po pa lek ma jep mua. Ba, se mund të futesh lek tani, jemi periudhë festash. Të dashurit e mi, produksioni ka vendosur një sfidë për ne. Secili prej nesh brenda orës 15 ose 3 për ata që nuk e kuptojnë. Secili nga ne duhet gjejë një Koran. Dhe secilin nga ata Koran do ta gatuaj shef Ndoci, edhe pastaj do ta vendos kush ishte më i miri, më i freskëti, më i madhi, çfarë do qoftë. Një tavolinë me disa nga miqtë tanë pogradecare që do të takojmë më vonë. S'ka mbaruar. Po. Humbësi ka i dënim që është do lahet në liçenin e bukur të Pogradecit. Kështu që ndodhi gjithmonë me rroba banje, rri dimër bear, kështu që Jo, nuk vesh rroba banje për Ti je një Pogradeci, ky është kuzhinier më që ka. Ndova se vesh nga ato. A duhet lahesh pa rroba? shpresoj mos më bjerë mua se unë nuk para vesh. Jo, e shoh. Okej. Do shpërndajmi apo Nga keti. do zajte me mua disa i Si, unë do shkoj aty ku shkon. Do ta çoj unë. Unë Dhe kështu nisi kërkimi për Koranin. Dhe nisi me të njohur, kjo nuk duket as pak e lishme, Ndoci me të pyetur gjeti Koranin. Jeni. Dyqan për peshk, për Koran dyqan. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, tjeni. Kjo është Korani? Jo, kjo është trofta. Kjo është trofta? Korani, që ta dish ti nuk mund ta gjesh asnjëherë kështu të gjallë. E, Korani kuptoj. nuk ron në këtë ujin e çesmës. Mund të jetoj vetëm në ujin e liçenit. Korani e kemi këtu. Ah, super. Është edhe i dallushëm lehtësisht, I freskët qeka. i freskët Atëherë- është patjetër, po, shiko, që të bësh edhe dallimin ti. Ke edhe këtë Korani që është pa pika fare. Se thonë që kur s'ka pika s'është Koran, e kupton? Është edhe ky domethënë. Ka edhe Koran pa pika, tani dhe po e dallohet njoh. lehtësisht nga koka, dallohet lehtësisht nga bishti. Qeka i freskët se duket nga velcat. Atëherë unë du Ka ngelur këto të rritës, man. unë du një kokër 1 kilogramshe, Një kokë 1 kilogram, që ja si. paka shumë të një gilshi, okay. Besoj që kjo duhet jetë pak. Okay. Ndërkohë unë me të pyetur, O zënj. Kështu më duhet që Korani mirë.
Korani më i mirë në Pogradec ku është? Korani më i mirë është anë Zgjolit ande. Nga Gjoli? Nga Gjoli. Ku është Gjoli, andej? Ande poshtë. Po ç'na gjet. Jesh me ikë me këmbë, iki me këmbë. Me të pyetur, Ore fal, Gjoli ku është tu? Drejt, ë? me të pyetur, Zoti Lazgush. Gjoli ku është? Që ka ndej? me të pyetur, Më fal, zotri. Ku është Gjoli këtu? Gjoli, ku është Gjoli? S'ka Gjoli këtu, farja. Ku është Gjoli këtu, zonjë? A është Gjoli? Faleminderit. Korani jot është ky i pastruar, ndërsa këtu janë vezë Koranit, Korani që ka pastruar përpara. Kjo është mrekulli, valla. Do bëjmë recetë me këto do jetë Ndërsa super. Korani jot. O Gjoli s'pas ka një varg peshkimi, mu. U bëj vrap në Pogradec. Po. A, ka dal nga liqeni. Do vite varka, po shumë mirë. Varka jeshile me të verdh. me të pyetur një shok nga Tirana që pyeti një shok, gjetëm Rakon. Je shpëtimi im. Shpëtimi im. Të falenderoj, të falenderoj, të falenderoj. Faleminderit. Gjithë të mirat, gjithë të mirat. Faleminderit, faleminderit. Ka një qese, një gjë, valla. Peshku u gjet dhe pjesërisht qetësia. Në një liqen që të fal gjithçka për të bërë Kontrabandë çdo gjë. Me Korani sa keq merresh ti? Unë kam që më 88. Që ka u prishu sistemi. E menja për shtetit e shpinja kontrabandë, ikte në Itali e tërë peshku. Korani këtë në Itali kontraband. Që atërës, që në kone e baba qemos. 188, ne? Unë me këtë zanat që më Po si e 88. kalon? E kalon të vlonjati. Unë e Me menja... me rrën Pogradec. E menja këtu 250 lekra e qërnja 18.000. Në Itali vinte 28.000 kile, 10.000 për kile. nga informacion i vlefshëm Ikte me në vapor, informacion të vlefshëm. Edhe qa bën pastaj e ngjesh? E ngjesh e bazjar, pra, se vi, roj. Për qef. Për shtëpi brenda. Për qef, rri, për Po. qef, në shtëpi. Po si beta, bëj qikun. Po si e? Kështu, duhet i bie fort, Po. duhet ta ngjesh. Edhe me këtë e mbaj. Ta mos e lëviz këtë. Shi. Po sa mban kjo, sa dje kështu? 5 orë. 5 orë dje kjo? Më duk vetja si blen Fevziu një sekund. Fu! Që ka punë e vështirë për mua. Turoj gjithë mirat. Alka kyqe, tër bizneseve është ndërtim. Se në ndërtim punon rara, çakulli, leshi, preshi, më the tash tëra. Elektriku, cimentu atë tërë. Kam edhe unë pas, se pa fatë e ti kam e unë. Ndërkohë që Denisi po trajnohej me life coachin e tij të ri, unë dhe Ndoci duhet të kujdeseshim për një emision. Ade të këto më rrimenja. Qa janë ato? Petkat janë ato? Po këto? Po janë bronca. Bronca. Pse janë këtë ngjyrë këto? Ajo është trana e thartë. Trana e thartë. Okej, do marrim një Do në dronka. Ja. Jo. Dronka do Dronka marrim kështu? edhe to në Bulmet? bulmet, në djath. Qa djath i keni? Djatë gjope, djatë predini, djath predelesh. Ja, kuptoj. Hajde. Qa duam në... Të marrim këtë dhis. Po ky Dele? Ky Marrim është delet, Ky që të dashun tashi është dele. Ky është dele. Okej. Duhet e predija, pra duhet e predija. Dele që ka ngjyrë më mirë? Dele. Okej. Super. Edhe gjalp, do marrim edhe gjalpin, a? Mish prej... Ka mish mokre, zotri? Mish nga mokra, ka? S'ka mish mokre. Po thuaj, po. Po thuaj poti, ç'ke? E, po të Pogradecit e keni? Qa do bëjmë? Do bëjmë një zemër? Pogradecit. Marrim një zemër. Kurse Margarita Theçi E di, mete Andezja. në Ohër. Dërgonte avionin me akorium, e merte të gjalla. Kone e Enverit kjo muhabet. Si e? Si jeni? Të vendit janë këto? Jo. Cilat janë të vendit?
Ç'na bëre. Po pse janë të mëdha në fakt? Na duhen vendi mo. Ku gjejmë vendin e? S'ka vendit. Asnjëri s'ka, ha? S'ka për s'pati arasi. Qesën. Morën pak këtu. Ore, si ka mundësi Pogradeci s'bën ullinj janë më të mirë se në Tiranë ata. Super ullim. Më i mirë ai aty. Vjen të hidhem dhe të notoj brenda tyre. Këto do marrim. Atë. Do ta bëjmë me vaj dhe me limon të mirë. Super. Na 400 Sa gram, do? 500 gram. Një gjysmë kile zemër. Apo se bën dot ndonjë. Pse mos ta bëj? Qa janë arëm... Po këto mokër është kjo? E shes sa e mirë gjish mami, pastaj thua jo. Faleminderit. Qa? Jo, se ke rofsh. Shumë faleminderit. Mik pritje pogradecare edhe njëherë. Pazaret ishin gati. Ne gati për të gatuar, kur themi ne, ndoshta jo të gjithë ne. Atëherë do bëjmë petkat. Mendova t'i bëjmë me këtë zemrën e viçit. Gjalt, pak djath edhe këto prerimet që janë të sinës, më shumë edhe erza. Limoni është perfekt. Do bëjmë pastaj një marinim të olive me kështu. Shtojmë pak kripen. Edhe e lam gati. Vajin e kemi sjell direkt nga zona e Bregut, nga borshi, i bër vet. Super. S'besoj se ke provuar ndonjëherë vaj më të mirë. Ionian, kështu quhet vaj që bëj vet. Është ekstra i virgjër, por në këtë rast po e lejoj të skuqesh me të. Edhe me pak urri. Sa aromë mirë. Shtojmë petkat. Petka duan 4-5 minuta, nuk besoj se mund duan më shumë. Ja, më besoj më pak. Ne I lëm sa të shteret ujë zakonisht, po ajo është metodë shumë e vitër që... Po petkat janë al dente? Jo, ne I lëm derisa të shteret ujë zakonisht, edhe bëhen goxha të buta. Po ne... Se është pas goxha e tharë me për kohë, në diell. Ky preshin e këtë, qofse do ketë një çik limon apo mendon se nuk I shkon tani? Likur limoni në fund fare, dhe shtojmë. Herë tani kemi nevojë për energji, energji. Flambe! Po do të zihen pak me salcën këtu. Okej. Do t'i marrim vetëm të verdhën. Limonët që morëm në atje? Ishin super. Ky është standardi. Ky është standardi se si duhet jetë një limon. Vendi. Si Limon autokton. Autokton. Italian. Shikoj që këtë kamerë. Si është limoni? Autokton. Atëherë do t'i shtoj vetëm pak gjalp tani në fund për aromë. Besoj se s'ka nevojë më për zierje. Jo, për zierje jo. Një mantikim. Erdhën pjata. Ja, se do I hedhim këtu, pastaj Petkat mbaruan. Në një treg të vogël e të vjetër, filluam të kuptojmë vërtet forcën e ushqimit. Papritur njerëzit afrohen. Fjalët bëhen më të ngrohta, buzëqeshjet më të thjeshta. Rreth ushqimit, njerëzit duket sikur nuk shtiren, janë më të vërtet. O zonja, do vish tash doj pjatë makarona. Faleminderit zonja Tasha. Këtu, gjithçka fillon nga një lukë dhe përfundon në sinqeritet. Si mund të jetë Paris I vogël Pogradeci kur njihet Korça? Ja ta themu Ma thuaj. liçenin e ka. Po, Ajrin e ka të pastër. po. Njerëzit më të mirë janë. Nga Korça? Po. Nga Korça Po ç'ndryshim kanë korçarët nga Pogradecarët? Korçarët pinë vodkën, ne pimë rakive. Era e Pogradeci. Sa do e ngrohtë markata e Pogradecit, na duhej një markat më e madhe, më big. hadi këtej. Po se sa ishte piperi? Po s'ka qenë I lirë. Prandaj e jeni në big market.
Denisi ndoshta nuk ndihmoi për të gatuar, por ka gjetur një thesar të vogël për të pirë. Hajde se më. Ai qeni slalom, Sa bukur o borri, e. Shikoj saqin aty, pe saqin. Po, pa i Dobermani aty. Kush hyni pari këtu? Pa çfat. Tu duhet, Ku del këtu në Narnia? tu duhet bëhesh gol, vlla. Kujdes. No to ec normalisht, nuk e. Uaj, Ha? mos sa interesante, e. Shikoj kompostot njerë, po le. Far parajse Kujdes se vogël. prishe flokët. Far parajse. Ore. Këto janë komposto... Kajsi është kjo, po? Kajsi. Kjo? Ajo është kumbull. Pestil i themi ne këtu. Këto janë lyre shtyre dhe tegra? Po, luleshtrydhe të Super egër. bukur. Lu e shtylla e egër. Qershi. Wow. Çfarë parajse, e, Ke thesar. tane? Pa sheqera? Pa Thesar, sheqera, po, ja. Shikoj. Ma jep që kamerën, Indri. Ma jep që kamerën. Ktheja që gati. Ky është Indri ti miq. Është 2 metra. 2-0-0, kështu duket. Është 2 metra tamam. Araqi dhe Andi, babë e birë, na pritën për të na treguar më shumë rreth kësaj tradite. Kjo na kuriozoi këtu. Do na shpjegosh çfarë është kjo? Ajo është raki. E po e thua shumë thjesht, është raki, po pse është ashtu për shkak? Ajo është raki, po unë e trajton në butë të druri. Mbasi e kam zirë, është raki i vitër bile, pasaj e esë në butë druri, e leje i vitë. Merr atë ngjyrën ashtu. E ngjyra është e drurit, që shumë druri vetë. Listë është. Po. Si e bëjnë po Sa gradë është? Sa gradë bën ju Kjo zakonisht? është maksimumi më shumë se 19,5 nuk është. Po të duash të pish raki, 19,2, 19,5. Edhe në kohën kur ishte ushqimore që punon edhe tu në 19-ta, diçka e këtij ose pak më pak mund të ishte, po më shumë është shumë e fortë bre. Gëzuar, Gëzuar me gëzuar gjithë gjë. Gëzuar. Gëzuar. Mos e çokollën shumë se të pasen flokët mbrapa. E ktheu. Çfarë po rrit? Opa. S'ka gjë. E mo çfarë bën? Do vinë edhe ata poshtë, s'ka gjë. Mund ta filmosh të paktën. Mos e kemi është mësuar. Ska, po mund ta filmoni nëse Ti vaj po drumi është mësuar vetë vetë. Ajo po thoya që ma kapi karriga, më fal. Më parë po gradis me sa më tha dhe Do ta Andi. provosh pak rrotin? Po, ma japësh me gisht? Është angla, nuk është bërë akoma si vit. Nuk është bërë akoma. Do një gisht. Verë nuk është bërë. Jo, do një gisht. Do një gisht verë. Më tha Andi që shtëpitë e vjetra në Pogradis janë të ndërtuara pak a shumë në këtë formë që kanë këtë bodrumin poshtë. Të gjitha kanë, po thuaj se Po. pjesa dërmuese i kanë. I bie që duhet këtë qenë një lloj tradite vjetër që bënin. Por edhe carët autoktonë të gjithë kanë qenë me vreshta. A është ruajtur, a ka njerëz që nuk ka më plot, të Plot. gjithë Ah, shtëpi. bëjnë Pogradicare këtë gjë. Ore shtinë për apartamente, në balkoneve, edhe mbushin e merrin dy kujtarush edhe e shti. E po, njerëzit nuk e besojnë këtë pasionin e Pogradecarëve për verën. Me që vendi ftohtë edhe nuk e din këtë pjesë të Pogradesit, që nuk ka shtëpi që nuk shtihet verën. Do mos shpi Pogradecare. Po këtu ke bërë nga këto mbledhkat siç jemi ne këtu, Bleska. me shokët me çunat, ë? Çfarë është Ktu poshtë. Te kjo ku jemi tani, pra them. Po këtu në borë për jashta gjatë bearit. Në borë është mirë, se edhe dilni nga borë, po këtu si... Po ndonjëherë ngecë ashtu kur del e reja the. Jos ka rëndësia, gazeti atje, duhet i kishë edhe njerë me zvaritje, ke bërë zborti, ushtri, ke bërë, i zbërni të që ushtri, në aty të neve. Jo, kur vin këtu, pina i shumë sa që vetëm me zvarritje mund dalë. Sasha, është e pjesa, ju që ti të pi hyrën edhe del normal. Ashtu? Me një këngë, me një muhabet, me dy qyfyre, ashtu shkoj dhe. Po të më përvara dhe edhe ishim shokë. Por për në kuptimin e... Do ta mbushësh? Apo ta mbushon? Ushe se djalë me i riu, që do qojtë babajt. Ku ta mbush? Ti e ti qarë do në të bardhat, ku që ti në ata Të kuqe. Po jemi dimër. Çfarë ndryshimi kanë Pogradicare dhe Korçaret? Po çfarë ndryshim kanë? Ata janë çik më lart, ne jemi çik më poshtë. E po, si shpak ajo? Si lartësi në nivelin e detit. Me nivelin e detit do të thërë. Nuk kupton.
Jo, ti jemi të qartë, Rudi. Ti prisje që unë do mendoja se ai mund të kishte dhënë që janë si për nesh në nivel. Unë e kuptova, ç'ështje vetëm Jo, vetëm kështu më po. Ndodh si është shef kuzhine, kështu që Lesha mbal për veru? Apo Leza po. fakt po. Ç'ishte Po kjo? kallmeti tash. Jo, kanë jo vetëm kallmeti, mo kanë rushra shumë të mira se vera këtë ka dinë, në bazën e ka tërë me fruti. Po që fruti I mirë I ëmbël, normal që cilësia është këta e kanë atë të mirë që nga lezha. E kur ti ikim andaj Se e kanë motin e mirë për të pikur, për të bërë. Ore, po kur nxirrni këto. Ne kemi kohën vendin e mirë për ta trajtuar si. Ne kemi dhe njerëzit e duhur për ta pirë. Jo, neve kemi këtë pjesën tjetër që janë vite të rralla këtu që mund të bëhet rushi në mënyrë perfekte, I pjekur në mënyrë më të mirë të mundshme, kurse ande ndodh siç po bën, po luan Murlan. Jo, të shkojnë gotat me ato punoj. ato do të shumë të hyrë. Pina ta pin nga halli, ne pin nga qefi. Fosha. Ta të bregut janë të idhur raq. Kjo është për mishja, kur të Sa e mirë. tjepa të rrullin. Shumë e ka ato rrugë. Është njëherë kur Është fikse fillon për me të pisi, ngrënë më diçka sigur po në pini limonadë, është Në kohën që bera këtë ka edhe në ajo që ti ta shijoj, në momentin që e përcjell pastaj ti jep atë ndjesinë. Aftertaste. Ta mbledh gjuhën, qelzën, domethënë, është ajo tanina që I themi neve në gjuhën popullore. Një gjë nga e kaluara kur ti ke qenë I ri që ndodhen Pogradec që nuk ndodh më dhe të mungon për shkak nga Pogradec I vjetër. Pogradec I vjetër. Pogradec I vjetër ka shumë gjëra që I mungojnë. Gjallëria, rinia, njerëzit. Gjitha gjërat. Po të dalësh në Pogradec, vetëm çuna kështu shikon në klube, më shumë kafe gjëra të natyrës. Është prishura e bukuria e Pogradecit. Po tani në këto kohëra kaq ndryshe, vazhdoni bëni akoma mbledhkat? Po pjesa e të mbledhurës është edhe si traditë nga neve, vjen sezoni bearit. Neve jemi ortodoks, kemi këtë pjesën e festimit të emrave. Është shumë e bukur e traditë. Hajde, gëzuar edhe një herë për kohërat e mira. Po. Kjo dhëmë e vogël, e ndërtuar vite më parë, na dha ndjesinë e një muzeu ku fjalët janë jo për të ruajtur në libra, por për të jetuar, për të pirë. Kjo është arsyeja pse traditat mbijetojnë, sepse dikush zgjedh t'i leri pas dhe dikush tjetër zgjedh t'i mbaj. Dhe siç e do tradita, miku sjell një dhuratë. Në këtë rast një shishe egzotike, një rum bumbu, ndërsa mikpritësi na jep shishe vere, si ajo e dikurshmja, ajo me fjalë, tregime, me qyfyre, siç do thoshte edhe vetë Raqi, I zoti I shtëpisë. Dhe nga muzeu I pijes, tek muzeu I fasules me pastërma. Si është kjo historia, pse është bërë kaq e famshme? Këtu në fakt jemi në restorantin ose lokalin e Qaf Ploçës, I cili është hapur nga familja Shkulaku rreth 30 vite më parë. Okej. Edhe është një nga restorantet më tradicionale të zonës. I njohur kryesisht për fasulen edhe për pastërman. Okej, e ka bashkuar. Ka mbetur I tillë, nuk ka ndryshuar këtu e 30 vite para. Po dhe lokali ka ruajtur të njëjtin karakter. Po, të njëjtin karakter. Dhe njerëzit e duan po ashtu. E duan po ashtu dhe këtu të gjithë ata të cilët ndalojnë mbeten besnik edhe nuk largohen më. Kjo mbas edhe nga shija që lënë produktet e tyre, të cilat janë bio dhe kanë një shije tradicionale e cila I bën gjithë njerëzit për veten. Tani kjo pastërmas mendon se ka lindur nga pushtimi otoman apo mendon se mund të jetë një traditë më e vjetër para? Është shumë, besoj se është një traditë shumë e vjetër, e cila lidhet me konservimin e mishit, pra me jetëgjatësinë e mishit duke u tharë, duke u kriposur të qëndrojë sa më gjatë. Po nuk besoj se është vetëm një traditë otomane. Thjesht është ajo që diskutonin me Denisin që janë emëruar të ndikuara nga pushtimi Osman, po me shumë mundësi këto janë. Emrat janë. Ndoshta Osman. Që tradita. Mënyra se si e bën pastërman. Tharja e mishit nuk është. Zona e Pogradecit është ndryshe. Juglindja ka ndryshe edhe Pogradeci, po. Veriu Dibra ka ndryshe, Kosova e bën ndryshe. Po, edhe kripjen, edhe tharjen e kanë ndryshe, edhe shijen. Vjen pak me fort, po është shumë edhe në shije është me fort. Në fakt këto janë tajkosura siç duhet, vjen ajo aroma e mishit. Si ka duhet ndryshe.
që përveç me furrë, okay, prusht e dim bëhet edhe kështu me gror. Si e bëjnë ndryshe? Pastërmaja vetëm me fasule shkon. E bën edhe në forma të tjera me ato që quajmë ne petka ose me diçka tjetër, por shijen e vërtet e ka në fasule. Domethënë, ky është simboli. Kjo jo vetëm jep shije fasule, po edhe merr ka shije nga fasulja, ndryshon ka shije. Marrin të dyja nga njëra tjetra. Interesant, kombinim kështu, partneritet i bukur. Siç e thash, familjet pogradecare, sidomos ato që jetojnë në zona rurale, nuk e konceptonin dot fillimin e dimrit pa bërë pastërti. Ne kishim një traditë që do ta bënin nga viti në vit. Wow. Duhet të rinte ai shefi plot. Po, Mbulojë tavani. E të provojmë këto turshit Mondoc, kush i bën më mirë turshit? Ju të zonës Andet Veriut apo këta të Juglindjes? Nuk e di, mu më pëlqen shumë ato nga shkem rritë na. Po dhe këto identinë nuk pasen krip, turshit e mirë dallohen kur s'kan krip edhe janë të fortë. Do thënë, nuk është e zbutur turshit. Do me thënë kush ishte më e mirë? Fantastik. Do me thënë kush ishte më e mirë? Aja Veriut pra? Po kjo Ledian? Kjo është një lloj makarone të cilën e bën kuzhinierët këtu, kuzhinieri. Po është ajo lloj makarone të cilën e kanë quajtur si makarona e ushtrisë. Edhe i madh ashtu është makarona e ushtarit. Makarona e ushtarit? Është shpikur gjatë realizmit komunist nga varfëria, po është përdorur shumë në atë. Ne kemi pa ushtri edhe nuk e dëgjoj. Edhe unë, domethënë me të dëgjuar e kam, por janë shije të cilat i kanë përdorur njerëzit në periudha të ndryshme të rinisë së tyre. Edhe nuk e harrojnë. Edhe nuk e harrojnë. Kam përshtypjen e vetëm arsye për ta ngrënë është thjesht sepse e ke ngrënë dikur. Unë e ha se kam ngrënë me babi, kanë edhe shit, mirë sepse të pëlqen, ë? Këtu edhe kuzhinierët janë shumë të mirë. Ty si të duket Rudi? Ndjesh ndonjë çik ushtar tani që janë? Për shembull, gjyshi im kishte qejf këto lloj makaronash, ti zihen dhe ti bënte me lëng mishi edhe ti han makarona me lëng, po që është njëta makarone skuqur. Që sup. Fukarallëk. Por do t'i që mos soke me atë shije dhe pastaj. Pjatë komunizmi. Na pëlqen se kemi ngrënë të vegjël. Ka veç çka interesante është kur ishim në Librazh më tha Denisi që se na kishin sjellë bukë shumë. Ka thënë po gradet sjellën akoma edhe më shumë. Zgënjeva apo jo? Shiko sa bukë ardh. Në Në shtëpinë tonë domethënë kaq bukë jam në muaj. Dhe mua më pëlqen më shumë që ndërkohë që ne flasim ande rrihet një biftek shumë fort. Mos është pastërmaj porraj. Nuk mund ta rraj. Porraj kuzhinier. Porraj. Pasi hëngrën fasule me pastërma, edhe pastërma duhet organizoheshim për mbledhkën e famshme. Rrugës Lediani na siguroi një tavë tradicionale nga sofra e Don, ndërkohë që më në fund mendocin duke sikur gjetëm një lokal për të gatuar Koranin e pjatat e tjera. Po do ketë edhe fut druri besoj, për atë që na duhet për tavë. Ka dhe kuzhinë. Të zotët e shtëpisë u treguan zemërgjer dhe mikpritës dhe shef Noci më në fund filloi. Kjo është një mollë e shilit, do e përdorim te tava e Koranit. Ajo është domata e shile? Po. Kjo mollë e egër. Tani do e shtojmë, no? Fripa. Vaj Rudit. Vaj Rudit. Përdorim të thikën e vogël që është për fileti. I butë është si peshk apo jo? Nuk është edhe shumë i butë, ja. Ashtu, ë? Jo, kur është i freskët nuk është i butë. A mund të shkroj carpaccio të mirë me këtë? Po. Bëhet, ë? Normalisht që do e bëjmë. Salmon është funditës. Po. Më mirë se salmoni e kam përshtypjen. Të paktën se salmoni që vjen në Shqipëri. Është viskioz, rrshkesh. Atëherë pasi e filetoj mirë, që i hoqem edhe pjesën e barkut, vetëm do vizasim pak. Në dashtë. Kjo është super.
Hidhe arën ullë. Perfekt. Shpëndaj mirë. Shtojmë hudrat. Këto hudra nuk hapen? Janë të vogla, s'ka nevojë për t'i shtyp. Edhe me e shojmë që t'japin aromë. Hudra shqiptare, klasike. Do ta ëmbëlsoj, do ta aromatizoj shumë mirë ajrumi. Tash imagjino ka mollat, tre lloj mollërash poshtë. Një tegër të thatë, normalen që është mollë e amer dhe ka mollën e artë. I bëjnë gjitha mollë këta, edhe domate jeshile. Domate jeshile. Gati zotri? Përpjekje. Po, tani do ambulojmë edhe do fusim në furrë. Ta ambulojmë, jepi. Jemi vona presin të mbledhka. Opa, s'ka. Disa pogradesar. Shumë shive që kemi këtu. Kjo është mrekullia. Të janë vezë Koranit. Vazhdo. Atëherë kemi vetëm kos. Piper. Kjo është kos shpije. Spektakular. Kos lopët. I morëm tek markata vjetër. Dhe tompak. Rum. Krip. Sepse rumi është një amën. Është një. Bajna në baj. Edhe kosi pak bajt mirë. Edhe që temperaturë. Spektakl. Edhe rëshnica, dromkat. Atëherë këto gatujtë me gjallë të mirë. Vezët. Qa magji është. E mbushim mirë, sepse ka... Jepi, kemi, ku ka hidhet? Pak piper të freskët. Do provosh tu apo kur t'ikim atje? Aty se po na presin janë 8 pogradesar të inatosur në këtë momente. Okej, u kry. Tjetër nivel, ha? Super, të dorë. Eja se jemi vonë do të... Hajde. Më në fund momenti së vërtetës, miqt pogradesar pritën, por me sa duket ja vlejti. Tryeza është mbushur me gatimet e shefnocit, sikurse disa tava klasike të zonës si për shembull mish me narden, petanik me zor qingji dhe përvëlaqe. Qetësia para stojisë. Së më duhet për po e qaj. Ja, kështu na gjeti. Rudi. Mirë se ju gjetëm njerë, kënaqësi shumë e madhe që ju njohim, që keni të gjithë artistë. Hajde mirë se na erdhët. Në Pogradec janë gjithë artistë. Si ishte Gëskë? Gas. Kush se... Ose gas. Poshtë e keni atë, rumin, se... Edhe jemi dhe me bun me siguri. Po. Që nga emri që nga për të trokitur, të keqe mbusë të paku. Ne kemi që nuk e festuar deri tani me atë e mbaruan, nuk e di a ke, akoma aty nuk e di a ke aty. Gëzuar Denis. Mirë se na erdhën. Faleminderit shumë. Atëherë, Korani është i gatujtur me moll, tegër, thatë, poshtë ka si shtresë, moll vendit, ka dhe molla tarta ose domate jeshile. Molla afrikane. Ose domate jeshile poshtë, pak limon, arra, i marinum mirë me vaj, i gatujtur me rum edhe i futën furra, si gjatë tjetër, është krokant, është i filetum, normalisht nuk ka hala. Kjo është një dromke ose roshnica, unë jo them roshnica, gatujton me gjallë fshatit, gjallë domethënë që e kena marrë në Pogradec. Edhe me vezët e Koranit,
edhe vezë shkurtës. Besoj që jam një pjatë e plot, potente, shishme, bazë, s'kishte tjera. Kishte edhe Në vezë njeriu. Jo, vezë gjeli tek kishte llafin. Kjo është sallat spinaqit e gatuar në një formë tjetër me kos fshatit, kosi është i marinum me rum, arr pluhur edhe vezët e Koranit. Po. Besoj që është diçka perfekte. Ju pasaj keni gjithë drejtën t'i provoni. Edhe na vlerësoni. Mund t'i shërbesh njerëzve, ti je më profesionist i kësaj gjë. Pjatën në rokë, barku në rokë edhe familje, për zotë, vetëm në shtëpi, kënaqësi gjithë. E di qa ke bërë zgjedhjen e dur, sepse masa paka shumë e përafërt me vezën edhe me... Tekstura thodi. E bra, masa e dromkës me këtë është... Ishte gjetje shumë... Edhe bëhet Originale, tradicionale poradecit. Gjithë peshkatarët dhe poradecarët e Mirfield, si që zinin Koranin, Belushkën, klenin në Pogradec, në Qaramide, theshim ne, ose në Tullë, me ujnë e liqenit, dhe thjesht me krip, do më dhënë kjo ishte originaliteti i... Na e thanë dhe gjithë gjuam. Edhe supën. Të peshku i Koranin e ke qarë, bravo qërë. Supën e peshku të bëjnë liqen. Ujë liqenit është peshë shumë delikat edhe nuk e ke ngarkuar me gjara, bravo të qoftë, është ka ruajtur delikatesën shihen Koranit e gjitha. Më pëlqen shumë, bravo. Ti si kur ke lindur në Pogradec, mondial? Baba im zjente rakin, atere, vite më përpara. Kishte një kazan 50 kilsh, kështu. Edhe vinte një shoku i vetë që gjatë ka i dosha unë, tonin matë, ndjes pas i shkreti se avdekur edhe. Bande ca pula dhe gjela. Dhe momentin që pinte, ishte vetë në tavolinë. Pinte nga rakia që sa dilte, nga leonga që i themin. Edhe ishte vetë, me këtë mereshe si ta shtynte atë rakin, s'kishte asë një burë tjetër edhe më thotë mua, biri gjatë që thotë nëzirë një 5.000 leksh edhe e venë në tavolinë, edhe thotë... Tonini, thotë, po ja gjete koqet këndezit, thotë, hajde mere 5.000 lekshin. Unë fëmi i vogël edhe vri, e ndisha këndezit, ulesha, e shikoja kështu. Ja më gjatë që këse, edhe aj që vazhdojnë të pinde edhe vetëm qeshte. Ja gjete, akoma beqa që e vazhdojnë. Edhe kënaqesh, më kishte si meze mua, e këton. Stynte rakin. Me humor. Vreshtarë dhe pjetarë mund të gjesh vetëm në Pogradec. Vreshtarë të mirë dhe pjetarë të mirë. Kush ka fituar më shumë, ai që është larguar dhe rikthyer apo ai që ka qëndruar gjithmonë këtu në Pogradec? Unë them ai që ka qëndruar. Shiko, nga ana e pozitivitetit edhe humorit edhe paqes shpirtërore ata që kanë ndenjur të brenda. Sepse fakti që kanë ndenjur do të thotë që kanë patur një motiv shumë të mirë për të ndenjur. Edhe mbi të gjitha janë adoptuar në mënyrë fantastike me ambientin, me humorin e njerëzve, me të gjitha. Kurse kur del ndodhesh një çik në kontradiktim me atë realitetin e Pogradec dhe është e vështirë që të biesh në atë qetësinë që janë njerëzit këtu, se të duket vetja, duhet të bëj ndonjë gjë, ndërkohë që ti nuk duhet të bësh asgjë. I ke të mirat e kupton. Sa duhet të bësh? Ky është mësimi, nuk duhet të bësh asgjë. Ti duhet nga dalësosh çik. Po, fiks. Në Pogradec të kemi mësuar deri tani, ë? Nëse duhet të jepnim një fjalë, duhet ishte durim. Ju them një poezi për vjeshtën. Vjeshta në Poradec. Vajzat i vesh me mengë, pantalona, çorape. Të mërësisht e dashuruar me natyrën, e zhvesh, e puf, e përkëdhel. E në tinguj të flautit vjeshtak, luan me qethe tangon e verdhë. Si e përndes mrekullie, shtruar qarqafëve të limont, të murë më dashurosh, shmëndurisht, gjersa kafshimi djetorit të shtje në letargji, dhe ti si bukurosh e fjetur, pret gushtin princ të të puth në bal, e të sqosh me Florint. Bravo, Kjo është vjeshta në Pogradec. Do me dhënë ato gjethet e murmet, do me dhënë qarqafët, dashurosh, që më ndorisht atë, një mrekulli, kjo është një ngacmi. Ajo era kur fryun që luan me gjethet,
tangon e verdhë, një për... Asgjë ku vetëm në Pogradec ndodh kjo. Apo jo, Enxel? Sipas klimës. Kjo është pikturë. Edhe milot frymë. O usta, mund ta marr një bezë unë. Unë di çfarë mendoj gjithmonë për të dëgjoj këngën. Kjo është dashuria e parë u harroi dhe zakonisht kjo luhet për këtë. Të gjithë dëgjojnë me gruan e asnjëri s'është dashuria e parë e njëri. Për mua dashuria e parë është dashuria e fundit, kur s'ke mundësi ta zvendësosh me. Ajo mbetet, se po zvendësua s'ka qenë dashuri. Ishte kisha menduar në një kurrë. Ja, mendoje. Do na bësh një poezi për Verën? Po. E ka. Duel me Verën. Verën e ka mike të vjetër. Gjysë tër gjyshi babadem. Veç mbremu zonë keq të dyja. E hodhi tapën, më ftoi në duel. Se Vera është e gjallë. Ka sy, shpirt, mendim. Asnjë se di se kupton, s'po shpërisin me, s'flasin, përtasin asnjë. Veç të gjithë e dim që duhemi, ndajemi, zihemi, të dyja koketa, kokë shkreta, vdesim, ngjallemi, pudhemi, gjerë pa frymë, përsëri duhemi, zihemi, ndukemi, përqafojmë, gjerë në pështjeni, përsëri flasim, bërtasim, përqafojmë, gjerë në mrekulli, kështu duel pa fund Vera dhe unë, të këtu përse gjallë. Bravo. Nëse Pogradeci do ishte një njeri, çfarë vesti do kishte? Pjetar. Nuk është vesti. Pjetar. Pjetar. Po. Ishte një legendi që thonë, doli një zanë, një zotërie nga Pogradeci në Malë, dhe i tha, ke 3 dëshira, çfarë do ta nga këto 3 dëshira? Tha do, ke të thjeshtë me mua, unë nga Pogradeci anta, e shikon këti Gjolin këtu, Gjoli është liçeni, ma bëj raki të terin. Dytën i tha, që të dytën të malin e thatë, e shikon këtë malin me thatë, ma bësh meze, mendoj mirat të tretën, e ka menduar, ma bëj shish kraki ta këtë një njarë, si ti paron Gjoli. Të kem rezervë. A bësh tani pyetje në Pogradecare apo Korçar? Për mua, Pogradecarët janë më shumë lirike. Në shpirt. Janë lirike, Dhe më të thjeshtë janë Pogradecarët, janë më njerëzore. Korçarët se mund kanë mbetur në sëndyqkat e 38, s'ka në dollap ka të mund kaq. Jo, se ne kemi në Korçë dhe do shajmë Pogradecin, kështu që. Është një shprehje që thuhet te nga ne që kishte liçeni rrotka do na I kishin marrë ata. Se të tëra po na I marrin. Vajza, pio moj si djale. Aj të këmbej me dy o moj drysjale. Aj moj vajze. Aj moj vajze. Çfarë është një gjë këtu në Pogradec që Pogradecarët e ndjejnë dhe thonë as ka si këtu? Nga njerëz të jashtëm që janë artist, thonë vetëm kaq që Pogradeci ta ka ngem. Ta ka ngem, e vërtet. Domethënë ke kohë për çdo gjë këtu. Ti e ndjen atë. Edhe sidomos. Po. Po s'dua të më ik jeta shpejt, ova, pse të më ik shpejt? Një jetë kemi. Ore, jeta një lloj do i varet nga perceptiv, po nëse Pogradeci ta ka ngjen, domethënë. A janë ndjer ndonjëherë sikur s'ja ke ngjen Pogradecit? Sa I kërkoj. Ndonjëherë po. Ndonjëherë. Çfarë bën pikturon kur s'ja ke ngjen? Po. Çfarë pikturon kur s'ja ke ngjen? Pogradecin pra. E dha përgjigje. Do falë
Liçenin e dritës. Ishte ndërgjegja. Po. Ne po shkojmë këtu disa piktura të Henrit. Po. Njëra që na frymëzoi më shumë të dyve është si është historia e asaj pikturës? Historia është histori shqiptare, si ta quajmë. Është simbolike si pikturë dhe ideja është sakrifica e shqiptarit. Në gjithë historinë e tij për gjuhën, traditën, simbolin dhe tokën. Dhe aty simbolet shfaqen dhe plisi shfaqet në formën e një aure, sepse vërtet nuk kam dëgjuar simbolizon vezën kozmike. Edhe kur dikur një nuse kur martohesh e vinte një plis në kokë dhe një ulçe ke plisi tjetër për të simbolizuar vezën. Një porosi për liçenin që me kam si testament për vete. Kur të vdes diqmëni dhe ifmëni mbi gjoj, që shpirti im krivec të fryj, e vala thua se ka vdekur të marrohet, si ky shpirti im që vdekje s'ka. E lart amu të qohet, se ti dasur një qiell tjetër ke për mua. Tjetër diell ndesun për ty, dhe shpirti im veç avullohet drejt qellit tënd, prej diellit tim, malli për mua kur të marrë, do fry krivec çdo perdi. E vala thua se ka vdekur, në shpirtin të ndalg do ngreje, duash që të dridhen, qiri i mekur, në fund të gjohit. Shumë e bukur. Duar kur më nxej një varë, i kam pas kur po vdiq aparati, o një pak flok, o një gisht ma diq dhe ithmën i mbi gjojt. Dhe unë një. Të lutem, ku fshije? Kisha qezmën moj mera. Të t'ja më dite natë. Hajde. Moj rasi. Lajqon e shpi, se jeja me, o tafe, arja ke vogël moj ti me ke. Me si qka dojë qendi, kur më shiko, më saluto, e imja Ushqim, alkool, muzik dhe plot njerëzim. Mbledhka ishte një demonstrim vlerash qytetare dhe ky udhtim duhet të mbyllej pikërisht këtu. Na jepni nga një votë të dashurit e mi. Ai, njerësh. Por jo, për mua përfundoi në giotin. Po gradecarët votuan dhe i ndëshkuari jam unë, si njeriu me Koranin më pak të mirë. Tushemisht, ora 7 i mëngjesit, rrugët janë bosh, dhe Pogradeci duket sikur vërtet ta ka ngren. Kjo duhet ishte një ditë për të shijuar gjithçka të bukur, natyra e tij ka për të ofruar. Një kafe buzliqeni apo thjesht një qëndrim pranë brigjeve të kristalta. Por jo, duhet të ktheheshim në qytet, tek rrugicat e ngushta dhe të çrregullta, tek njerëzit, tek ritmi, tek rastësit, tek birat, sepse Etieni na kishte ftuar tek bira e gjyshit dhe ndërkohë që unë shfrytëzova vespën e tij për t'u freskuar pas hangoverit të mbledhkës së dieshme, Denisi dhe ndosi po pristin. Me vespa. Ma kënaqi fare me këtë. Ka zotërie. Isha poshtë e lartë në Pogradec me këtë. Më kënaqi. Ë? Na smove çupka, më dei martuar. E kam thënë 100 herë mos i thuaj këtë. Jemi? Është këtu Etieni? Po. O Etien! Etien! Hajde se kemi mysafir. Por që ka gjithë këtu. Ë? Përshëndetje. Mirë se erdhët në ambientet e prodhimit të birës të gjyshit. Përshëndetje. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Shiko, kjo është diçka shumë e vogël. Ti e para, faleminderit shumë për ftesën. Ishim shumë kurios ta dinim si bëhet procesi i birës, personalisht nuk kam qenë ndonjëherë. As unë. As ti? Po. Kam qenë vetëm konsumues i birës. Edhe Ju unë. them që
ta pini nga një birë duke ju shpjeguar procesin, sepse kuptoni më mirë, ka mbushur gati në fakt nga një birë. Po, presi mishtë. Mua më pëlqeu shumë e verdha, kjo është. Kjo është e verdha. Edhe unë këtë kam. Kjo është IPA dhe kjo është IPA. Ti do mbushësh për vete? Kjo portokallia. Kjo portokallia. Ka një aromë citrusi shumë interesant. Faktori që jep këta arome është kjo bima këtu, e cila është humuluesi. Humuluesi ka disa lloje tipesh humuluesi me aroma të ndryshme. Ne kemi vendosur ta profilizojmë specifikisht me qitro, portokall me agrumet, sepse është diçka e veçantë, diçka që nuk ishte në treg, plus që është edhe në gustot në preferencat si të dyja gjinive, si meshkujt edhe femrat e preferojnë më shumë. Ka një kontribut pak të hidhët, një retrogusto të hidhët, që e veçantëron IPA, që e veçantëron shumë domethënë në stilin e vet. IPA është një stil anglez që kanë prodhuar anglezët për kolonitë e tyre në Indi dhe duke parë gjatë rrugës e tyre që prishej bira, homulusi është një konservant shumë natyral. Dhe këta gjatë rrugës në anije e hapnin. Çfarë është homulusi praktikisht? Homulusi është një bimë zvaranike. Është një bimë zvaranike për të cilën Pogradeci ka patur shumë prodhime. Dhe është një produkt i cili... Në Pogradeci në ardhë, në thonë? Jo, këtë aktualisht nuk e marim, por ne kemi krijuar një projekt pilot me një djalë këtu në Pogradec, pikërisht në tokat ku është prodhuar humulusi, që po prodhojmë një sasi të vogël humulusi sa për të qenë autosuficient. Birën e kanë përdorur kuzhinierat vendit, po flas me gatujt me ta? Po bira, shiko, apo vetëm model? Bira, procesi i birës ka lindur në fakt jo si pije, nga sumere, ka lindur si mënyrë për të konservuar grurin, atë elbin dhe grurin që kishin. Drithrat, nga që u prisheshin nëpër magazina, e transformuan në lëng. Dhe lëngu duke qenë pa filtruar, ka vlerat proteinat dhe të gjitha, dhe ti kur e pi, përveç se të jep kënaqësi nga deja, po edhe ushqen stomakun, kështu që ka lindur nga nevoja për të ushqyer dhe për të konservuar. Edhe bukë edhe hare. Më thanë që gatuhet me ta. Një fakt interesant për birën është që fermentimi bënte pikërisht që të shmangnin, po themi, shumë organizma të dëmshëm që mund të kishte ujë. Dhe në zona urbane, në qytetrimet e para të mëdha, po themi, përdorej bira në vend të ujit. Përdorej bira në vend të ujit për të eliminuar shumë baktere. Gëzuar mirë se të gjithë më gëzuar çuna, ku e ke birën tënde? Hape një birë. Mëse do ta hapësh një birë, do ta hap në mënyrë artizanale, siç e treguar ne. Mësoj këtë mënyrën se. Unë se di ata bëj atë gjë. Është vetëm një delikate. Mas 5 bira smundesh me radhë. Delikate, shiko. Çuna, gëzuar. Mirë se të gjithë. Faleminderit shumë për ftesën. Tani do na tregosh çiku shumë për birën. E para njerëz si nisi kjo ide. Shiko. Ku është ai zotëria këtu mbrapa? Jo më do e mos. Ka marrë të kazanin këtu. Kjo është zana fyra. Me këtë ke nis. Me këtë ka nisur në gjithë procesi. Me rrogën e parë bleva këtu kazanin. Dhe nga gjithë pasioni që kisha lexuar, nga gjithë qefi, kur mbajta në shtëpia e gjyshit, ishte shtëpia abandonuar sepse gjyshit nuk ishin më në lagjen e vjetër Pogradec, duke përdorur ujin e toplecit, që janë burimat e toplecit, për të cilët edhe Lazbushi ka shkruar shumë. U gjenda para këtyre kazanave që nuk dija të bëja asgjë. Se ishin vetëm lexuar, e kupton? Dhe me kalimin e kohës me miq, me shok, duke u njohur, vinin frekuentonin ambientin e shtëpisë të gjyshit, filluan duke prodhuar, duke bërë eksperimente 4-5 vitet e para dhe në fakt duke qenë gjithmonë në fundjavave aty dhe kur merrnin miqtë e shoku jenë e gjyshit, hajde në gjyshit, takojmë në gjyshit. Pastaj kur kjo ide u konsolidua që bën këtë investimin që ka filluar me gjëra shumë të vogla me kamerë në tokë, lindi dhe ideja se do vishejmë bira e gjyshit. Kështu që ka ardhur çdo gjë spontane, siç është produkti që është diçka modest, diçka i mirë, diçka i shëndetshëm, ideja është që gjyshi për njerëzit e vet prodhon gjëra pa hile, prodhon gjëra të mira. Do na shpjegosh këtë? Gjyshi sa ka me të futur. Vetëm gjyshi nuk ta Po ne nuk do. Po edhe nëna do. Nëna e kërkon. Tani ti co dyshje, mbas të themi gazi, ë? Gazi. Gaz. Po folësh shqip ose co dy tani dy na. Po se ti çfarë shumë të drejtë. Ti nuk përdor gaz ti? Unë nuk përdor gaz, po të shoh. Po si bëhet gazi? Gazi bëhet me procesin e rifermentimit me anë të sheqerit,
duke u futur në aroma e fermentimit, prahet fermentimi në shishe për 20 ditë të tjera. Do të thënë ti edhe lëngun dhe ai prodhon gaz nga fermentimi. Ai gazi që krijohet është fermentimi. Çfarë ndodh? Ai gazi krijohet nga kontakti që bira duke qenë pa filtruar, pa konservante, pa pastorizuar, është diçka e gjallë brenda, është diçka që jeton dhe modifikohet me kalimin e kohës. Një shishe e pi sot e pi pas një jave, është e njëjta birë, ti nuk e pi njësoj në të njëjtën shije, sepse aty procesi dhe kjo është gjëja e veçantë e birës artizanale. Shoh shumë njerëz në Shqipëri që thonë apo s'kan ka njësoj, po ti ku ma gjen nga njëta fabrikë bire të provosh të njëjtën birë me shije të ndryshme. Kapacitet ka aktualisht bira e gjyshit kanë kapacitet në 7.000 litra në muaj. 7.000 litra në muaj. Duke i bërë llogarit. E bëra Prandaj kishe shofer ti kur komplimentojmë shumë për iniciativën. Unë personalisht e kisha provuar birën në jetën e natës Tiranës, e kisha provuar dhe kisha shumë simpati për të. Rudi e frekuenton jetën e natës. Edhe birën, dikur të paktën, edhe na vjen shumë. Unë jetën e natës vetëm gjumë e frekuentoj, se ky ka kohë. Qefit. E mira që të frekuentojmë diçka. Shpresoj Gëz. Hajde G. Hajde G. G, sa më shumë pi pas të reduktohet edhe G, nuk do argjosh kohë. Gese G, ti bje shkurt. Në Liçen, po s'ka ardhe. A i ka ardhë Gjiro nga Liçeni. Gjiro. Unë po bëjt zemje i hera se do lahem. Do të bëj edhe video që mos më thush pastaj që jo po ta postoj. Duhet vinte një borshot. Do kapuçin do mash apo? Okej. Duhet vinte një borshot që ta sfidonte Pogradec. Shive tani se pranon as humin, thot si e shef si sfidë, ja morë përshirin. Hidhe edhe përshirin nuj që mos thahet. Hajde vje se e majmë. Me majmë. Po lagi qik gjoksin për para, ma në mëndë që e bëshim kër ishim veqen. Hajde. Në gjysë janarit, plako t'u la. Rudi! Djeli është i ngrohtë. Ti e të morë reze. Leze laze. Sa është? Përveç kameramanve filmon edhe ndoci, e kupton apo jo? Jo, unë po filmoj. Unë po filmoj sepse ky thot nuk e ka mund sfidën. Kape do bësh lek këtë vit. Shiko, deri te qafa. Futu deri te cica. Deri te cica do i Maqedonisë mbulon. Si thoni gropave, gropsa? Dërsa ta mbuloj atë, ik Maqedoni, ik nga fqinjët. Jo, edhe pak, ec. Ja, me nuk është këto. Not kapuçi. Ç'është ai kapuç që pluskon aty? To bene jarebi. Ku është ambulanca? Hajde, djali. Se ajo notarja që bërja të kanalit, se është. Jo më këtë deli është valë. Do t'a provoj? është valba? E s'po dridhet fare, as qerpiku. Jo, është mirë. Mirë. Ti s'ke robo më për të vesh me i... Pas ka thith ka te për çuditshme, i ka të kthyera për poshtë, i ka kështu si kamera. Ka do GoPro që kemi në të makina. Hajde, bëre me shëndet për vitin e ri. Gjithmonë lahet dikush në janar në Pogradec, si traditë, këtë vit e hapet ti. Mirë. Po qafojnë ndoci, po qafojnë. Ishte... Po pëse dhe me mlak edhe mu? Ishte e mirë ta kisha bërë mbas një moment tjetër. Për mua ishte momenti më perfekt kjo zhytje. Nuk e di, unë e shijova çdo sekond. A të çupin ndoc? A do veshësh? Mendova si e rahat. Skaq. Po, mendova si e rahat.
Ta palosim të përshi? Zameti Koranit. U them ti ke me shumë qef. Ndoc, jemi të kënaqur. Unë jam i kënaqur me përshtypjet më të mira. Shumë i qetë edhe i lumtur. Do të them prapë javën du. tjetër, po ju ku ktheheni. Me luk në brez, mbështetet nga Rum Bumbu, Albanian Chef Association dhe Porsche Albania.